Xhaferi, kish premtuar që do bëni maksimumin për të cilë titullin kampion Shkodër dhe ja arritët, si ndiheni? Me thonë jam i lumtur, është pak. Jam shumë i kënaqur për djemt, i përgëzoj në mënyrë jashtëmoset, sepse sot ata tregunin ajo që do të thonë Fanela Vllaznis dhe i përgëzoj pa mos. Jena shumë gëzuar, nuk kam fjalë më për shku. Besoj është natësia e dyfish, duke qenë se është hera para në historinë e futsallit që merret një trofej i tillë. Me statistikat që unë di, në Shkodër kupa e kampionatit për futsal është hera parë që vjen. Kam fatin unë bashkë me bashkëpunëtorët e mi, gjithashtu dhe me lojtarët që e sonë për jetë në Shkodër dhe shpresoj të kena largu dhe pak atë idhësimin asaj që Vllaznia sojon në kampionat. Keni punuar shumë gjatë gjithë sezonit me ulje dhe ngritje, keni premtuar për titullin dhe në momentin kur gjyqtari i takimit e bano Storej Vërshëdhej mbylljen e ndeshjes, keni fluturuar ju i pari në fushë. Momente magjike për gjithë skuadrën, por ju pam ju se ishit shumë entuziast. Thëm drejtën, godi u futën në fushë për Ramberbyli sepse po ishin ata sekonda me gishta dhe nuk e di, jena shumë të emocionuar. Këtë edhe fare se mos ndoshta nuk mundem një shpej çdo gjë që më kërkoni, por jena shumë të emocionuar. Shpresojmë që ne të ecim parë në Champions League, por nesër është ditë tjetër dhe shohim. Po shijojmë herë këtë fitore, shijojmë kampionatin, shijojmë kupën. Cilat janë qëllimet Xhaferi? Objektivi maksimal u arrit. Objektivi në Champions League bëhet edhe me ana e shortit. Do shohim se me këtë do të na bimë dhe ku do të zhvillohet, por ju garantoj se çish ditën e masnesërme, sepse nesër çuan do të jemi pushim, ne jena gati në fillim punën edhe herë për momentin e që mos më bëni një figurë do si do edhe në Champions League. Pam prezent figura të ndryshme, ish futbollistësh, presidenca juaj, por edhe presidenti i madh i klubit futbollit Vllaznia Alban Xhaferi ishte në tribunë. Sa kontribut ka moral apo edhe konkret për këtë sukses? Për këtë sukses ka një kontribut shumë moral, i ka ndaj afër ekipit për sa i përket këshillave dhe gjëra që i përkasin një organizimi të futbollit dhe na falenderojnë shumë sepse në fund të ditë se kjo Vllazni është pjesë e Vllaznisë madhe, është bie e saj. Dhe jemi një grup, jemi Vllazni dhe një Vllazni jashtë, që është e Shkodrës. Vllaznia me Alban Xhaferin në krye nuk e realizoi objektivin titull, por një Xhafer tjetër si Alban Xhaferi realizoi objektivin për futsallin. Në një mënyrë ka një kompensim në brenda familjes. Shpresoj që kjo gjë ato që janë mërzit ja kanë largu i fije mërzin. Unë mendoj që jo se kam Vllaznia futbolli i madh është ja gjë, por ne shpresojmë që të kenë kaluar sado pak mërzin. Ata që besuan në ardhmen sot, shpresojmë të kenë kënaqur dhe i falenderoj jashtëmosit sepse nuk është se ishin pak sot, ju i pa vetë. Dhe shpresojmë që t'ja kena lehtësuar sa do pak. Një diele 18 maj që duket të jetë suksesshme për Kuqe Blu të Vllaznisë. Ju fituat kampion në këto momente, por pas pak çastës do të jetë një finale tjetër e madhe e futbollit të femrave, Partizani Vllaznia në kryeqytet. Mendoni se do të jetë trofeu i dytë? Shpresoj, unë mendoj që po, por shpresoj që t'i shkojnë sa më mirë dhe të jetë një augur i mirë edhe për ta. I uroj vetëm fitoren, sepse sa më shumë trofej në Shkodër, aq më mirë për popullin e qytetit të Shkodrës. E fundit, dedikimi për këtë sukses të sotëm, për kë shkon për nëna juaj? Për në fush e para për gjithë çunat. Por këto çuna dhe unë nuk kishin mujtë me bë pa presidentin Festin Gërbollushi dhe sponsorët që ju i patë që ishim që dorën me një foto, një mime shumë të madhe, një pushtetje shumë të madhe dhe ata duhen përgëzuar. Duhen përgëzuar se kanë bërë një punë ekselente, kanë bërë një punë që mendoj në Shkodër ka kohë që nuk e shihshin. Suksese. Faleminderit.